Pothuajse çdo familje në Shqipëri ka tashmë akses në internet në banesë. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2025, 99.3% e familjeve shqiptare kishin lidhje interneti në shtëpi, duke renditur vendin në krye të vendeve që janë pjesë e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Të njëjtin nivel regjistron edhe Kosova, me 99.3% të familjeve të lidhura me internet. Të dyja vendet e kalojnë ndjeshëm mesataren e Bashkimit Evropian, e cila për vitin 2025 ishte 94.7%. Pas tyre renditet Turqia me 96.2%, ndërsa pjesa tjetër e vendeve të zgjerimit mbetet poshtë mesatarës së BE-s. Në Maqedoninë e Veriut, interneti ishte i pranishëm në 91.2% të familjeve, ndërsa në Serbi në 90.1%. Nivelet më të ulta u regjistruan në Bosnjë Hercegovinë me 88.2% dhe në Malin e Zi me 88.1%. Të dhënat tregojnë se Shqipëria dhe Kosova kanë arritur një nivel pothuajse universal të aksesit në internet, duke lënë pas shumë vende të tjera europiane në këtë tregues. Rritja e përdorimit të internetit lidhet me zgjerimin e rrjeteve të komunikimit elektronik, përhapjen e telefonisë së lëvizshme dhe përdorimin gjithnjë më të madh të shërbimeve digjitale. Arsimi, administrata publike, banka dhe bizneset po mbështeten gjithnjë më shumë te platformat online, duke kthyer internetin në një nga shërbimet më të domosdoshme për jetën e përditshme. Pashtu, Shqipëria renditet në vendin e 37 në botë për shpejtësinë e internetit, duke regjistruar një performancë të mirë mbi mesataren globale. Shifrat Eurostat tregojnë se vendi ka arritur një nivel të rëndësishëm ku interneti nuk është më një privilegj, por një shërbim i pranishëm në pothuajse çdo shtëpi shqiptare.